E ndërtuar në vitin 2021, por me dyer të mbyllura e as se si të hapet, e gjithë kjo shkaku i mosdhënies së pëlqimit për punësim nga ana e Ministrisë së Financave. Kjo çerdhe ndodhet në përshefc të komunës së Tearcës. Kryetari Daut Memishi thotë se deri më tani janë bërë 3 kërkesa, ndërsa kërkesa e fundit është bërë më 17 mars dhe pret që Ministria të miratoj kërkesën e tyre. Deri më tani do të thotë ne si institucion si komunë kemi bërë 3 kërkesa në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe pastaj është procedura shkon në Ministrinë e Financave. Ditë e para do të thotë kemi marrur negativ nga ana e Ministrisë Financave me arsyetimin se nuk kanë arritur do të thotë në të kaluarën të bëjnë planin e punësimeve ashtu siç duhet. Tani kërkesën e fundit e kemi korrigjuar me 17-in e 3 muaj mars. Kemi dozuar dhe tani jemi në pritje dhe besoj që do të jetë nga ana e Ministrisë së Financave do të jetë përgjigje pozitive. Banorët e përshefcës thonë se çerdhja për ta është shumë e nevojshme, duke u shprehur optimist se më në fund kjo çerdhe do të hapet. Çerdhe funksionon, tani funksionon për shteti, nëse mund funksionojë në çerdhe. Atjetër, ka nevojë. Ndonjë të buni të iman shpeja s'halku të një zonë, dhe shku në punë. Tjetër e nevojshme për fëmijët. Ajo është me të vërtet. Pa, apeloj që të qilet. Apeloj që të hece për para vetëm për fëmijët. Të kjenë gratë kushtet më të mëra. Ajo është. Në këtë çerdhe do të duhet të sistemohen rreth 150 fëmijë, ndërsa nga kjo komunë thonë se nevoja është shumë e madhe, edhe atë për mbi 550 fëmijë. Kryetari i kësaj komune thotë se do të bëjnë kërkesë që në këtë komunë të hapen edhe çerdhe të reja.